Ka pasur disa operacione në fakt, Mario, sidomos disa nga grupet kriminale që ishin konsideruar, le të themi, si të paprekura. Në fakt, më shumë se sa grupe, unë do t'i konsideroja familje kriminale apo familje mafioze, për shembull, operacioni Ujra i bërë në bashkëpunim me autoritetet italiane dhe agjencitë europiane legislatuese, ku u godit grupi i troplinëve, pra grupi i Xhevdet Troplinit, pavarësisht se për këtë të fundit autoritetet italiane nuk mundën të gjenin prova si i përfshirë në mënyrë të drejtë për drejtë në trafikun ndërkombëtar të lëndëve narkotike, duke përfshirë këtu edhe trafikun përmes portit të Durrësit, herë si port hyrëse e herë si port dalëse e lëndëve narkotike, por nipi i tij, Elvis Doçi, apo i njohur ndryshe si visi i Pojës, u shpall në kërkim në fakt 2 herë nga prokuroria e posaçme, në 2 hetime të përbashkëta me italianët, në të dyja rastet për trafik të lëndëve narkotike. Ka bërë jo pak buj patjetër edhe goditja e le të themi antarëve të fisit Raja, antarët e këtij fisi janë bërë të njohur për disa arsye. Së pari duke qenë se kemi pasur në parlament Raman Rajon, një deputet të Partisë Socialiste, ndërkohë nga krahu tjetër të gjithë mbajnë mend historinë e Xhisela Malokut, e cila denoncoi dhunën e ushtruar nga ish i dashuri i saj, Recep Raja, nipi i deputetit socialist.